Dikur një shok takova tha, e lexova librin tënd dhe ndjeva një kënaqësi shumë të madhe. Po ti mos u bërzit nëse në fshat ta pëlqen librin 5%. Dhe prandaj u detyrova që ta bëj në një ambient që jetë më i civilizuar si që është qyteti. Dhe aty e realizova tek Vaçezela dhe jam tepër i kënaqur sepse u realizu një prodhim i shkëlqyer ku bashkërendimi i muzikës me poezinë edhe me të folërat e të poetëve dhe të shokëve që një realizim dinjitos. Jam krenari që jam vajza e Irakliut. Gjithmonë të flasë Atisari, e vërteta me gjemon në zemër, të vërteta gjemon në Atisari, ju politikanë të zdo veni kur do temë, mos i zjonit të vdekri nga vari, mbi gënjeshën as gjemë në grijet, e pa qenë asesh kuve qenë, jo mor jo e vërteta zotë i bie, dhe u varrit të shiren, jeta dhe vdekja një të dashur kanë, dashurin të në më dheu që dheu nuk e trep, jeta dhe vdekja për të trime janë, mos i zjonit të vdekët Atisarit të rejtë. Kot një bedituri për gjera të kena, të vërtet Atisarike janë varë brenda. Tani unë duke përfunduar, ju falenderoj nga zemra që morë pjesë në këtë promovim dhe uroj të gjithë mirët. Këtu nga fshat Imazhe, dëshiroj që të japë një falënderime nga zemra televizioni Apollon dhe sidomos zotit Artur Rustemi, të cilit e uroj dhe i dëshiroj gjithë mirat. Ti moj mbesa ime, moj e buka kos e emra posimjarë, je qupa me mirë, që unë dëshiroj të marrë me ka.